Diskutimi ka vijuar për gjatë gjithë kohës edhe për gjatë publicitetit se tamam nuk mbaron Lori. Ja, po është temë e cila nuk shteron kur si temë. Por Rej ka një pyetje shumë të rëndësishme në këtë rast. Cila është ajo pyetje Rej? Duhet të paguar një grua shtëpiake? Ose një grua që zgjedh që ose një burr shtëpiak. Sepse sot kanë ndryshuar kohët, mundet edhe gruaja të punojë dhe ka shumë gra që punojnë dhe burri mund të rri shtëpi të lajeno, të ndroj bebelinat e të bëj këto gjërat. Amerika e ka vendosur këtë gjë për shembull. Ka vendosur faktin që ka ndryshuar lindja edhe për burrat, edhe nga ana tjetër edhe i lejohet edhe burrit të punojë më pak në momentin që duhet të ndihmojë në shtëpi, ka shumë fëmijë, pra lejohet të bëhet. Dhe ajo që tha Çuni, që vërtet duhet të ndahen barazisht detyrat në shtëpi, dikush të lajë, dikush të bëj. Po, ti si grua, nëse njëri kalon nga rrëmuja, kalon nga tjetri. Qoftë se burri jot një ditë do të vinte dhe do të thoshte që unë dua të qëndroj në shtëpi, të merre me punë të shtëpisë e të marrë një rrok prej teje. Do ta bëje ti këtë? Vërtet? Po do t'i caktoja një rrok minimale, besoj. Që të detyroje t'i gjende punë të dytë, ë? Po pse flas për barazi gjinore brenda në shtëpi njëherë? Pse duhet të jetë brenda në shtëpi? Barazi gjinore. Po ku duhet të jetë barazia me komshin? Ti bëj le të vazhdoj punën e shtëpisë. Më mirë gjej një punë që punoj 24 orë. Si vjerri im që punon. Rej mendon që vërtet, për shembull, unë logjikisht gratë që kanë zgjedhur të rinë në shtëpi dhe ka shumë të tilla që kanë lënë në mes karrierat e tyre, punët e tyre. Mendoj që jo se atyre ju pajtohet një rrok, se duket pak edhe ofenduese, tash të marr, nuk shkon midis burrit dhe gruas. Është një rrok, jo, është një rrok që ti nuk e merr si shërbyese në thonjza e shtëpisë. Po, me një marrëveshje mendoj që burri gjithmonë i jep, se m'fal, po diçka për vete do ketë ajo se është një erim funditër. A do e bëje dot ti edhe këtë që të qëndroje në shtëpi edhe të paguhesh? Asnjëherë do dilja të punoja vullnetare. Do dilja nga shtëpia dhe do punoja pa lek. Fare, vetëm të punoja jashtë. Pse çfarë ka? Ato punët mund t'i bëj atje një shtëpi. Çfarë shkakton këtë? Fakti që je mbyllur në shtëpi? Po, ndoshta është edhe me tip. U tha edhe më përpara, domethënë, nëse ti je një tip që nuk rri dot brenda shtëpisë, okay, disa kohë edhe mund të rish kështu të relaksohesh. Edhe mësohesh. Ndryshe kur i përqef dhe ti ke zgjedhur të rish do ri në shtëpi dhe ndryshe kur ti e ke dhe s'ke gjë tjetër. Rutinë e përditshme, po tamam. Rutinë e përditshme. Mua kjo do më vdiste, unë do ndryshoja si njeri. Unë e di që djali im, ëndra e tij për një mama është që unë t'jem diçka kështu te kuzhina me një çfarë është ajo? Përparse të vendosur në rreth dhe të ri aty të kuzhina dhe të gatuaj tër ditën. Me gatime her pas here, shiko se gatimi po, dhe ai të hyj të dalë. Ndërkohë me gatimin nuk i ke fort një absolutisht. Po ça hani? Ojta çfarë hani ju për shumë porosisht? Po unë si puna e djalit tu kam vjerën time shumë afër. Për fat të mirë dhe e uroj ditë për ditë dhe falenderoj ditë për ditë, sepse jo vetëm që gatuan, por mua pëlqejnë shumë perimet, për shembull, pjesës tjetër familjes nuk i pëlqejnë shumë perimet, han këto makarona dhe vjera ime sjell për mua ditë për ditë një kështu të vogël me gatimin që ajo bën. Dhe unë e shijoj shumë. Jo, është ndim gjithmonë. Ajo bën kosin edhe bën të mrekullueshëm të cilin unë ha në mëngjes dhe unë kaq nuk është se ha më shumë. Ja, shembull, Vjera që sjell gatimin tek Eda. Po, për shembull ti do ta preferoje ta kishe sobë neve, soba është e pastër, nuk është bërë soba pise edhe që të lash ato enat. Soba, ja, është kështu. Jo, soba është dekor i bie. Soba është, ja, si kjo edhe vendosen ato dhe unë vetëm hap edhe shikoj surprizën e ditës. Shikoj, Eda, se duke qenë se do të heqësh ta gjëra për rrëmujën dhe ti ca minimaliste, e hiqe fare dhe sobën. Jo se duhet. Po jo se njëjta gjë edhe për televizorin, për shembull se shoh asnjëherë televizorin, nuk shoh. Po ama është në shtëpi. Po duhet. Duhet jetë. Po zemra ta ishte edhe soba ashtu. Edhe Lorini thash bekim të kesh Vjerën afër. Po, është bekim të kesh Vjerën afër. Pavarësisht se ka ato gjërat e veta, po. Po mi më se cili ka gjërat e veta. Ndihma duhet gjithkohës. Unë jam biles më vjen ashtu për njerëz që nuk kanë asnjëri një çift që është zgjedhje kjo, unë kam zgjedhur ta kem Vjerën afër, edhe ti ke zgjedhur, se po doje e largoje. E ke zgjedhur? Unë kam zgjedhur Vjerën. Ta kem afër. Ore po të donte nuk e pranonte, revoltohej dhe thoshte ti. Nuk jam atë që nusja duhet ri të bëj punë të shtëpisë, të ketë një punë sado të vogël 4 orë part time që ajo të dali, socializohet, të ketë atë jetën e vet, atë
punë e vetë, ekonominë e vetë, pavarësisht do ta ndihmojë sigurisht gjërat e rënda do t'i paguaj unë. Kur flasim për ekonominë, qoftë edhe një lek xhepi që të ta ketë vetën, jo ta paguaj unë gjithë. Është kënaqësi, është kënaqëri personale. Vërtet unë do t'ja përmend se ka raste që edhe mashkullin e mban femra, po femra ta përmend pas të bën, të keni truri gjithë ditën. Të mbaj unë, ja, ta jap unë. Jo, kjo s'është e mirë. S'është e mirë kjo. Unë do doja kur që femra të kishte më shumë të ardhur se unë. Të kishte më shumë të ardhur se unë e para. Po do ishte familje. Diçka e cila do të përmendej gjatë gjithë kohës. Do bëja një syqorë dhe tria. Do punoje më shumë, po është çështje fati nga ndonjëherë, është çështje pozicioni, është çështje ku. Fati. Po nëse për shembull promovohet gruaja dhe rrjedhimisht i bitë ketë rrogë shumë më të lartë, çfarë do euroja apo nuk i do ato karrierë. Nuk është thjesht çështje karriere e ke kuptuar, por ajo mund të ketë mundësi. Do ta frenoja paksa, ti tregoja që duhet merret më shumë me familje, roli gruas, është unë jam shumë konservator nga kjo anë, roli gruas është të ndërtoj familje, jo të jetë e ikur, të ketë punën, të ketë karrierën, të ketë atë dhe fëmijët ti resi burri. Po mund të marrë shumë para me pak orë në ditë punë për shkak. Patjetër që nuk është e vërtetë. Nami u bot pasaj po të marri paraci, ke trashëguar. Nuk është raport i drejtë, nuk është në raport të drejtë që ti sa punon se ka punëtor që punojnë 12 orë, 15 orë edhe me zisë. Unë kotem se mbase mësohem. Ja, për shembull, Remil, ti je dakord me Lorinin që thotë që gruaja duhet të qëndrojë, duhet të ndihmojë familjen etj, pra je më shumë te fakti që duhet ta ketë një karrierë, por brenda disa normave.